Dy emra I paske në muajet guës. Normal, se jena ndoj edhe nuk kom pse, ata që kom dash me nominu, veçant nominun, tjetra është Bia. Okej, emri parë, po. Arsyeja apo s'ka nevoj? Po, ka nevoj arsyeja. Arsyeja se nuk po më pëlqejnë gjestet edhe sjelljet e saj, edhe po kena shumë problem kur po folim në gjuhë të tjera, nuk po du mu penalizu për shkak të saj. Edhe emri I dytë është pak më I vështirë, mendova tani se nuk e kisha në mendje, po mendoj që do të jetë Klodi, sepse e shoh si një lojtar të fortë edhe pse e ka kalu një reality show, kështu që asgjë personale. Okej, mirë. Faleminderit. Të gjithëve. Bye bye. Eja kushtrim, bëhet gati Benita. Hello kushtrim. Përshëndetje. Përshëndetje. 2 emra, 2 arsye. E nominoj Klodin, për arsye që e kom posh si lejtar të mirë për fillimet edhe kjo afërsia tash me lëndrimin, po m'doket që e ka hu pak originalitetin e lojës, si lejtari vetëm. Edhe Elionën për arsye se s'është që kem naj farë muhabeti kështu shumë të mirë, po menaj një dit po, një dit jo, edhe veç pëse s'pata dikën tjetër, e zgjedha Elionën për qëtë arsye, jo që kod naj arsye diçka ma shumë. Mirë, kushtrim, faleminderit, mund të thesh. Faleminderit juve. Atëherë eftojmë Benitën dhe ju rikujtoj që përveç Albës, Lëndrimit dhe Benitës, 5 të votuarit do t'ju bashkangjiten atyre në nominimet e para të këtij edicioni.